Edhe një shtet musliman ja heq vizat qytetarëve të Kosovës. Malajzia është shteti i radhës musliman që qytetarëve të Kosovës ja mundëson të shkojnë pa viza me qëndrim deri në 30 ditë. Ky hap i rëndësishëm i kombinuar me hapjen e ardhshme të ambasadës sonë në Kuala Lumpur gjatë vizitës sime javën e ardhshme është një shenjë e qartë se lidhjet midis dy vendeve tona po forcohen çdo ditë e më shumë, tha presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani përmes rrjeteve sociale shprehi mirënjohje për autoritetet qeveritare në Malajzi, për këtë vendim i cili vjen pas vizitës së saj në këtë shtet. Unë jam thellësisht mirënjohës autoriteteve të Malajzisë për vendimin e tyre për të lejuar lirim nga vizat për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për qëndrime deri në 30 ditë. Ky hap i rëndësishëm i kombinuar me hapjen e ardhshme të ambasadës sonë në Kuala Lumpur gjatë vizitës sime javën e ardhshme është një shenjë e qartë se lidhjet midis dy vendeve tona po forcohen çdo ditë më shumë, theksoi presidentja. Osmani shkroi se mezi pret që të angazhohet me liderët shtetëror javën e ardhshme për të punuar së bashku në thellimin e bashkëpunimit dhe për të avancuar interesat e përbashkëta. Malajzia e njoh shtetin e Kosovës me 30 tetor të vitit 2008. Malajzia është një vend në Azinë Juglindore përbërë nga 13 shtete dhe 3 territoret federale, me një total prej 330.000 km². Islami është feja zyrtare e shtetit dhe përqafuar nga shumica e malajzianëve.